Mirëmëngjesit të nderuar shikues, në vazhdimin me lajmet e orës 9. Në një atmosferë të qetë dhe pa incidente të mëdha, qytetarët e Kosovës kanë votuar të dielën për të zgjedhur kryetarët dhe përbërjen e kuvendeve komunale. Me një pjesëmarrje prej 39.5% më ulët se në zgjedhjet lokale të vitit 2021, gara solli rezultate të ngushta në shumicën e komunave të cilat do të shkojnë në balotazh. Nga rezultatet preliminare, 21 komuna kanë përmbyllur garën që në rundin e parë. PDK-ja ka siguruar fitore pa balotazh në Ferizaj, Skenderaj dhe Han të Elezit, vetëvendosje në Kamenic, Podujev dhe Shtime, LDK-ja në Istog e Lipjan, ndërsa AK-ja në Deçan dhe Klin. Lista serbe ka rikthyer kontrollin në të gjitha komunat me shumicë serbe, duke i fituar pa balotazh. Nisma ka fituar në Malishev e KDTP-ja në Mamush. Në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakove, Mitrovic, gara mbetet e hapur për balotazh aty ku pritet të përqendrohet edhe betejë politike në javët e ardhshme. Sipas KQZ-s, procesi i zgjedhjeve të së dielës ka kaluar kryesisht i qetë dhe pa incidente të mëdha, ndërsa gjatë ditës janë raportuar vetëm disa vonesa të vogla në hapjen e qendrave të votimit në disa zona e fotografim të flet votimeve. Dalja në zgjedhjet lokale të 12 tetorit është 39.51%. Fatin e Mitrovicës e vendosin vetëm Mitrovicasit, ka thënë të dielën kandidati i PDK-s për kryetar të kësaj komune, Arjan Tahiri, në shpalljen e fitores në këtë komunë. Në mbështetje të tij nga Prishtina në Mitrovic shkoi edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi. Ai tha se votat e Mitrovicasve nuk merren me mashtrim e me arrogancë, derisa foli për praninë e kryeministrit në detyrë Albin Kurti e të zyrtarëve të tjerë në vetvendosje gjatë fushatës në Mitrovic. Me 100% të votave të numëruara, PDK-ja ka dalë para në Mitrovic, por nuk e ka marrë numrin e mjaftueshëm të votave për të fituar zgjedhjet në rundin e parë. Arjan Tahiri PDK-s pasohet nga Faton Peci i vetvendosjes me 28 vota më pak. Faton Peci, kandidati VV-s për kryetar të Mitrovicës, ka reaguar pasi rezultatet e nxorën se do të ketë balotazh mes tij dhe Arjan Tahirit të PDK-s. Të dua fort Mitrovic, ka shkruar ai. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka shpallur fitoren e partisë së tij në 3 komuna pa balotazh dhe ka deklaruar se LDK-ja është rikthyer si forca e parë politike në Prishtinë pas 12 vjetësh. Në një konferencë për media pas mbylljes së procesit zgjedhor, Abdigjiku ka thënë se LDK-ja ka fituar pa balotazh në Istog, Lipjan dhe Junik, duke uruar kandidatët për këto fitore. Por të dhënat e KQZ-s tregojnë se në Junik megjithatë do të ketë balotazh. Afër fitores në rundin e parë, kryetari i LDK-s ka thënë se janë edhe në Pej me Gazmend Muhaxherin e në Dragash me Bexhet Xheladinin. U shpreh i bindur se me votat e diasporës, këto 2 komuna do të përfundojnë pa balotazh. Ai theksoi se partia është fituese, udhëhecse ose garuese në 12 komuna, duke cilësuar 12 tetorin si ditë të 12 komunave të LDK-s. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Çeku, ka deklaruar se ka arritur rezultat shumë të mirë në zgjedhjet lokale, duke cilësuar këtë si hapjen e parë drejt fitores në balotazh. Në një prononcim për media pas mbylljes së procesit të votimit, Çeku ka falendëruar të gjithë aktivistët dhe qytetarët që e kanë mbështetur vetëvendosjen në kryeqytet. Sipas tij, 2/3 e votuesve kanë kërkuar ndryshim dhe ky ndryshim do të vijë në balotazh. Ai shtoi se vetëvendosja mbetet opsioni i vetëm për ndryshim në kryeqytet dhe partia e vetme që ka rikonfirmuar qytetet ku ka qeverisur. Evalon Prebreza, kandidati i lëvizjes vetëvendosje në Fush Kosovë, ka thënë se partia e tij ka pritur fitore në këtë komunë qysh në rund të parë. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se do ta largojnë LDK nga pushteti pas 25 vjetësh në rund të dytë. Prebreza po udhëheq me 45% pas numërimit të më shumë se 97% të votave. Besnik Osmani i LDK-s i ka mbi 36%.
Ramiz Ladrovci është zotuar se do të jetë kryetari të gjithëve në prag të fitores në garën për kryetar të Drenasit. Ladrovci është kandidati i PDK-s që ka udhëhequr komunën që nga viti 2016, fitoi Drenasin për herë të parë në flamurin e subjektit politik për Drenasin kampion me Ramiz Ladrovcin. Do t'juftoj që edhe nëse festoni me qetësi e dashuri, sepse të gjithë qytetarët që kanë qenë në garë kundër nesh janë qytetarë të Drenasit dhe unë jam kryetar për të gjithë qytetarët e Drenasit, ka thënë Ladrovci. Ai ka fituar 52.31% të votave, ndërsa kandidati PDK-s Petrit Hajdari ka dalë i dyti me 37.31% të votave. Subjekti i Ladrovcit ka dalë i pari edhe me votat për asambli në bazë të rezultateve preliminare të procesuara nga KQZ-ja.